Detajet e reja janë zbuluar në lidhje me ortakrin mes biznesmenit italian Edoardo Sarki, që u vra më 27 shtator në Tepelen, dhe familjes Braçi. Mësuese bashkëshortja e Sarkit, Majlinda Taga, ka 50% aksioneve në biznesin Salaria Gaz, ndërsa 50% aksioneve i ka Gazmend Braçi, djali i Qerem Braçit. Të dy bashkë me djalin tjetër Daniele kishin ftuar italianin në shtëpinë e tyre në Salari të Tepelenës dhe dyshohet se kishin dalë përgjames natën e 27 shtatorit kur italiani u gjeti pa jetë në rrugë. Majlinda Taga rezulton edhe financiere në fabrikën Tegola Edil Centro, e cila prej 2023-shit administrohet nga Sarki. Mësohet se Taga ja ka bler Braçit 5% aksioneve në vitin 2024, pra një vit më parë me një vlerë prej 500 euro. Sipas raportimeve fillestare, Sarki ishte në Tepelen për gjuhë e tij me ortakun dhe djemtë e tij. Ortaku u tha hetuesve se dikush i doli përpara automjetit të tij dhe i qelloi. Ai shpjegoi se u përpoq të jepte ndihmën e parë viktimës duke nxjerrë trupin nga makina dhe më pas njoftoi policinë. Mediat shkruajnë se ambasada italiane është angazhuar në bashkëpunim me autoritetet shqiptare për zbardhjen e rastit dhe po qëndron në kontakt me familjen e Sarkit. Ceremonia martore ka qenë private dhe shumë kushërinj të italianit nuk kanë mundur të mrinë për të marrë pjesë, ashtu siç tregoi edhe kushëriri i tij, Riccardo Barbieri, në një intervistë për La Repubblica. Madje në ceremoninë martore nuk mundi të marrë pjesë as e motra e italianit. Dinamika e vrasjes së Sarkit është ende e paqartë dhe se nga çfarë distancë është qelluar, ndërkohë që 4 persona të shoqëruar u lanë të lirë më 27 shtator, në të njëjtën ditë që Sarki u gjeti pa jetë në rrugën në fshatin Salari të Tepelenës. Të katërt, Qerem Braçi me 2 djemt, Gazmend dhe Daniel dhe bariu Armir Hitoveizi, kanë dhënë dëshmi kontradiktore. Qerem Braçi dhe djemtë e tij pretendojnë se janë sulmuar me armë nga një person misterioz në Dilan mes Nivicës dhe Salaris, aty ku është skena e krimit. Sulmi me armë sipas tyre ka qenë i papritur. Të shoqëruarit kanë thënë se fillimisht kanë dëgjuar 3 të shtëna të cilat kanë qenë shumë afërt, çka bëri që të ndalej automjeti i parë tip Land Rover, në bordin e cilit ishte biznesmen italian dhe njëri prej personave të shoqëruar. Edhe bariu ka deklaruar se dëgjoi 3 të shtëna me armë, por në vendin e ngjarjes nuk janë gjetur gëzhoja. Dyshohet se Sarki kishte dalë përgjames natën e 27 shtatorit kur u gjeti pa jetë mes fshatit Salari dhe Nivic në një prej akseve që përshkojnë Tepelenën. Ngjarja është e mbushur me mister dhe një sër pikë pyetjesh.